Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e meshës së shenjtë të së dielës, ku përkujtojmë pagësimin e Jezusit. Leximin e parë lexon motor Lendita Spaçi, psalmin Nora Ukaj. Leximin e dytë lexon Adelina Palushaj, Ungjillin motor Irenea Lekaj, ndërsa komentin e Ungjillit nga motor Olga Dulaj. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të Isaias profet. Kështu thot Zoti: Ja, shërptori im që unë e përkrah, i zgjedhuri im, në të cilin kënaqet shpirti im, mbi të e kam ndikuar shpirtin tim. Ai do t'ua jap të drejtën popujve. Ai s'do të vërtas, s'do të lartësoj zërin, zëri i tij s'do të dëgjohet në sheshe. Ai s'do ta thyej as kallamin e coptuar, s'do ta ndal as fitilin tymues, dhe pa u trembur ai do ta shpall të drejtën. S'do të lodhet as nuk do të ndalet derisa të ketë vendosur të drejtën në tokë. Ishujt e presin me afsh mësimin e tij. Unë, Zoti, të thirra në drejtësi, e për dorë të kam marrë, të kam trajtuar e caktuar, beslidhje të popullit, edhe dritë për të gjithë popujt, që t'ua hapësh sytë të verbërve, që ti nxjerrësh të burgosurit nga burgu, prej shtëpisë së burgut ata që rrinë në terr. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Lavdi i qoftë emrit tënd, o Zot. Lavdi i qoftë emrit tënd, o Zot. Jepni Zotit o bijtë e hyjit, jepni Zotit lavdinë e fuqinë. Jepni Zotit nderin e emrit të tij, adhurojeni Zotin në shkëlqimin e shenjtë. Lavdi i qoftë emrit tënd, o Zot. Dëgjo, Zoti gjëmon mbi ujëra, hyj i madhërisëm gjëmon. Zoti bubullin mbi ujëra të mëdha, dëgjo, Zoti gjëmon fuqishëm. Lavdi i qoftë emrit tënd, o Zot. Zoti gjëmon me madhëri, ndërkaq në tempullin e tij të gjithë thonë lavdi. Zoti e ka fronin përmbi përmbytje, Zoti mbretëron për gjithmonë e jetë. Lavdi i qoftë emrit tënd, o Zot. Lexim prej veprave të apostujve. Atëherë Pietri mori fjalën e tha: Tani më të vërtet po e marr vesh se hyi nuk i mban kujt krah. Shi përkundra në çdo këmbësi i pëlqen ai që e ka frikën e tij dhe që e zbaton drejtësinë. Ai u dërgoi fjalën e vet izraelitëve dhe u shpalli ungjillin e paqes përmes Jezu Krishtit, që është zotëria i të gjithëve. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni, se si hyi Jezusin prej Nazaretit e shuguroi me shpirtin shenjtë e me pushtet, atë që e përshkoi vendin, duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë në pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Aleluja. Ja, po vjen një më i fortë se unë, thot Gjoni. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin shenjtë e me zjarr. Aleluja. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin, a mos është shi ky Mesia, këndej Gjoni mori fjalën e u tha të gjithëve: Unë vërtet po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t'ja zgjedh lidhset e sandaleve të tia. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin shenjtë e me zjarr. Kur u pagëzua mbar populli, u pagëzua edhe Jezusi, dhe ndërsa po lutej, u hap qielli dhe shpirti shenjtë zbriti mbi të në trajt trupore por si plumb.
e prej qiellit ushtoi zëri: Ti je biri im, djali i dëshirit, ty të përkra plotësisht. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Sot, me festën e pagëzimit të Zotit tonë Jezu Krishtit, përmbyllet koha e Krishtlindjes dhe fillon koha gjatë vitit. Në fillim të kohës gjatë vitit, ne kremtojmë festën e pagëzimit të Jezu Krishtit. Cilat ishin rrethanat e pagëzimit të Krishtit? Gjon Pagëzuesi ishte kushërini i Jezu Krishtit. Kishte kohë që ai predikonte në shkret të tjerë. Njerëzit ngarendnin tek ai sepse kishin dëgjuar për të. Atë që Gjoni predikonte nuk ishte as pak e lehtë, ishte mjaft kërkuese. Ai kërkonte nga njerëzit kthimin, pendesën, pendimin për mëkate. Gjoni nuk i zgjidhte fort fjalët, vetëm që të bënte me dije se janë mëkatënor dhe se duhet të kthehen, të ndryshojnë mënyrën e tyre të jetuarit pa humbur kohë. Ai ishte mjaft kërkues dhe i ashpër, por njerëzit nuk i largonte. Mbi të gjitha ishte i ashpër ndaj vetvetes. Tek ai vinin duke i pranuar mëkatet dhe zhyteshin në lumin Jordan që t'u falen mëkatet me pagëzim. Pra Gjoni predikonte dhe i pagëzonte. Kështu i vjen Jezusi e qëndron para tij, kërkon pagëzimin. Gjoni kundërshton sepse njihte mirë Jezusin, se ishte kret i veçantë, se për 30 vite kishte jetuar një jetë të thjeshtë dhe se është pakrahasueshëm më i madh se ai. Ai i kundërshton ta pagëzojë duke i thënë: "Unë duhet të pagëzohem nga ti, e jo ti të vish tek unë." Dhe një mend pse u pagëzua Jezusi, krejtësisht i pamkat, Zot e njeri bashkë. Ai nuk kishte nevojë për falje të mëkateve, as për pendesë, as për kthim. Është vetë shejtnia. Pse qëndron në radhë mes turmës për pagëzim? Njerëzit nuk e njohin Jezusin i cili është në mesin e tyre. Gjoni thot: "Në mesin tuaj është ai të cilin ju nuk e njihni. Ai është më i madh se ju. Unë nuk jam i denj as t'ia zgjidh rripat e sandaleve të tij." Ardhja e Jezusit në Jordan nuk është për kthimin e tij, por ka kuptim tjetër. Ai vjen në Jordan e zhytet, zbret në pikën më të ulët. Këtu ai është afër njerëzit. Në momentet kur ne kemi rënë në realitetin e mëkatit, e na nxjerr jashtë. Jezusi është solidar me të gjithë njerëzit, bëhet i ngjashëm me secilin njeri përveç në mëkat. Ai dëftohet i përvojt qysh në fillim të misionit të tij. Ai me hyen fillon veprimtarin shërbimprurse për njerëzimin, e ky do të jetë një udhim i vështirë. Rruga e predikimit, rruga e dhurimit dhe dashurisë për të tjerët deri në mundime, deri në vdekje në kryq. Jezusi qëndron në mesin e njerëzve dhe u tregon se hyi ka ardhur për mëkatarët. Të gjithë zhyten në ujë, por derisa njerëzit besojnë, kthehen dhe i lënë mëkatet, e Jezusi merr përsipër mëkatet e të gjithë njerëzve. Jezusi është zhytur në ujin e mundimeve, në ujin e mëkateve, të njerëzimit që shkaktoi vdekjen dhe doli për këtij uji. Kështu që dashuria e tij e amshuar për të gjithë njerëzit u bë rrugë shërbimi. Jezusi me pagëzim na e hap dhe tregon rrugën, kthimi dhe pranimi i Shpirtit Shenjtë, pagëzimi me ujë dhe me zjarr. Kështu Jezusi pranon pagëzimin e kur del nga uji. Thot shkrimi: u hapën qiejt dhe e pa u shpirtin e hyjt që zbriti si pëllum dhe lëshohet në të. Hapja e qiellit është gëzimi më i madh që mund të përjetojë njeriu. Nuk ka më barriera mes hyjit e njerëzimit. Hyji i flet njeriu në birin e tij. Ai komunikon përsëri, ja drejton fjalën e vet njeriu. Ai përtrin beslidhjen në Jezu Krishtin dhe krijon gjithçka të re. E gjithë kjo ngjarje përfundon me fjalët e zërit që dëgjohet nga qielli, nga zëri i Atit. Ky është biri im, i dashuri im, në të cilin e kam për zemër.
Me këtë ati dëfton se Jezusi është biri i tij, por edhe është plotësim i profecisë mbi shërptorin e Zotit nga libri i Isaias profet. Këtë pra e kemi edhe tek Isaia, që thot, ja shërptori të cilin e përkrah, të zgjedhurin tim, të dashurin në shpirtin tim. Kështu jo vetëm se paralajmëron fillimin e kohëve mesianike, por para së gjithash dhe në mënyrë të veçantë njësimin krejtin tim të Jezu Krishtit me Atin. Në prapavi të kësaj shprehjeje gjendet po ashtu fjala ti je biri im, unë sot të linda, tek Psalmi i 2 rreshti 7. Në fjalat ky është biri im i dashur, njohim lidhshmërinë qendrore, por edhe dëgjesën dhe besnikrinë e birit ndaj Atit, të cilin aq shumë e ka për zemër. Shpirti i shenjtë që zbret poshtë si pullumb na përkujton shpirtin që qëndronte mbi ujëra që nga krijimi dhe në atë pullumin që Noehit i lajmëronte fundin e përmbytjes dhe plotësimin e premtimit të hyjit se do t'i kalojë zemrimi. Pra, në Jezusin ndodh krijimi i ri, e hyji përsëri e shpëton njeriu dhe i ofron pajtimin. Jezusi është i shuguruar me shpirtin shenjtë, sikurse mbretërit dhe profetët. Shpirti i shenjtë e udhëheq në veprimtarinë e tij në plotësimin e vullnetit të Atit. Të përkujtojmë se menjëherë pas pagëzimit, shpirti do ta çojë Jezusin në shkretëtir, ku do të jetë i tunduar. Pra, Jezu Krishti prezantohet si person i shpirtit, si i shuguruari me shpirtin shenjtë në bashkim me Atin. Në prapavi kemi tekstin, në të do të pushoj shpirti i Zotit, shpirti i urtisë e i dijes, shpirti i këshillit dhe i forcës, shpirti i njohjes dhe i frikës së Zotit. Me shumë rëndësi është pagëzimi se kjo është ngjarje e Trinisë shenjte. Zëri i Atit dhe prania e shpirtit shenjtë ka të bëjë me Jezusin, por edhe me të gjithë të krishterët dhe me të gjithë njerëzit, me pagëzimin e Jezu Krishtit, me jetën dhe vdekjen e tij për të tjerët, për të gjithë njerëzit në kryq, me ngjalljen e tij, kemi sigurinë se jemi bijtë e dashur të hyjit. E kjo e vërtet na vërtetohet me pagëzim. Ky zë na përcjell, sikurse edhe Jezusin, në të gjitha vështirësitë e jetës, edhe në mundimet tona deri në vdekje. Edhe atëherë kur na duket se hyj po hesht, ose na shkon mendja se ai ka hequr dorë prej nesh e na ka braktisur. Zëri i Atit jehon në brendësinë tonë gjithmonë. Ideja e lindjes së re buron nga vetë pagëzimi i Krishtit në Jordan, pra në ujë. Uji në beslidhjen e vjetër është shenjë e bekimit të hyjit, është fuqia jetësore, është fillimi i ri i kthimit dhe shenjë e kohërave eskatologjike. Po qysh në beslidhjen e vjetër uji është ngushtë i lidhur me veprimin e shpirtit shenjtë. Në fillim Bibla flet për shpirtin e hyjit që qëndronte mbi ujëra. Ka shumë tekste mesianike eskatologjike ku vjen në shprehje lidhshmëria mes ujit dhe shpirtit të hyjit. Siç thot edhe Isaia profet, në tokën e etur do ta zbraz ujin, do ta rresh shpirtin tim në pasardhësit e tu dhe bekimin për ata që vijnë pas teje. Me simbolin e ujit theksohet risia, fuqia, gjallëria e ndikimit të hyjit në histori. Lidhja e ujit me shpirtin e Krishti është personi i shpirtit shenjtë e përshkruhet në figurën e ujit. Ai vetë është burimi i ujit, i shpirtit shenjtë. Siç thot Shëngjoni, nëse dikush ka etje, le të vi tek unë, le të pi kush beson në mua, dhe lumenj ujit të gjallë do të rrjedhin nga krahërori i tij. Këtë e thap mbi shpirtin shenjtë, të cilin do ta merrnin ata që besojnë në të. Në sakramentin e pagëzimit me ujë dhe shpirt shenjtë, kisha e pranon besimtarin e ri. Pra shpirti dhe uji, qielli e toka, Krishti dhe kisha janë bashkë.
Ajo që ka ndodhur në Jordan në pagëzimin e Jezu Krishtit ka të bëjë me jetën tonë. Jezusi nuk ka ardhur vetëm të pranoj pagëzimin e Gjonit, por edhe pagëzimin e mundimeve, sikur se thot, më duhet të pagëzohem me pagëzim dhe sa mundim derisa të kryhet kjo. Ky është pagëzimi i mundimeve të tij, pagëzimi në të cilin ai derdh gjakun e vet. Uji i pagëzimit në mënyrë të veçantë është i lidhur edhe me gjakun e Jezusit. Jezusi përmes mundimeve na e ka dhëruar Shpirtin Shenjtë. Në pagëzim në Jordan, duke dalur nga uji, Jezusi e pa Shpirtin Shenjtë që po zbriste në të. E në mundime ju dha Shpirti Shenjtë që të na e dhurojë neve. Është fjala për Shpirtin që pastron, duke na i falur mëkatet, dhe për Shpirtin i cili na shëtron, duke na njësuar me hyjin. Në Kalvar, nga krahërori i shpëruar i Jezu Krishtit, doli gjak e ujë. Gjaku dëfton dhuratën e jetës së tij. Uji shfaq ndikimin e vdekjes së tij, e cila pastron dhe është simbol i Shpirtit Shenjtë. Gjoni i pagëzoi me ujë, kurse Jezusi do të pagëzojë me Shpirtin Shenjtë. Pra, me pagëzim në Jezu Krishtin, Ati na lind për jetë me të. Jemi shurtuar në Krishtin, në jetën e tij, në trupin e tij që është kisha. E kështu jemi të thirrur të jetojmë jetën sikurse ai. Realiteti është ky, pagëzimi që është një lidhje e re dhe Eukaristia është pjesëmarrje në korpin dhe gjakun e Jezu Krishtit, bëjnë që ne në këtë tokë të jetojmë jetën me hyjin. Me pagëzim ne jemi të thirrur të jetojmë sikur se Jezu Krishti, pra duke qenë se Ati na ka lindur për jetë me të dhe me Eukaristi i përkasim trupit të Krishtit kishës, jemi në shërbim të tjerëve, duke falur vazhdimisht dhe në zemrët tona ka vend për të gjithë. Me ujë dhe gjak, pagëzim dhe Eukaristi, hyjm dhe thellohemi në jetë me hyjin, e kjo na mundsohet në Shpirtin Shenjtë, sepse ky është Shpirti i hyjit në ne, që vepron në mua, vepron në ne të gjithë. Ai na aftëson nga brenda që të jetojmë pagëzimin. Shëlbimin na e ka dhuruar hyji në Jezu Krishtin, pra meritet janë të tij, me mundimet, me vdekjen dhe ngjalljen e tij. Por ai që na ka krijuar para pas pyetur paraprakisht, nuk do të na shëlboj pa bashkëpunimin ton. Pra, shëlbimi nuk është automatizëm, por kërkon bashkëveprim në pranimin e hireve dhe dhuratave të Shpirtit Shenjtë, e që na jep dinitet, mundësi të një jete këtu në tokë të jetojmë si njerëz të shëlbuar, si njerëz që i takojmë mbretërisë qiellore, pra jetës me Zotin qyshtash. Ndërsa kremtojmë solemnisht pagëzimin e Zotit ton Jezu Krishtit, le të kujtojmë me zemër të falënderueshme në Jezu Krishtin se jemi bijtë e bija të dashur të Atit. Le të jehojë në mendjen dhe zemrën tonë: sot rishtas, zëri, ti je biri im, ti je bija ime e dashur, ty të kam për zemër. Këtu fillojmë jetë të re në takim me dashurinë e hyjit. Le ta zgjojmë Shpirtin Shenjtë i cili banon në ne, tempull i të cilit jemi. Le të lutemi edhe për ata që e kanë pranuar tashmë pagëzimin dhe kanë hyrë në familjen e madhe të kishës. Le të lutemi edhe për ata që po përgatiten për pagëzim, edhe për ata që nuk dëshirojnë të pagëzohen. Le të jetojnë në jetën me hyjin, kurse hyjitja besojmë të gjejnë rrugët dhe mënyrat e veprimit në saj të urtijës së tij hyjnore. E Gjoni Ungjilltar thot: çka është lindur prej hyjit fiton mbi botën, e mjeti i fitores që e mund botën është feja jon. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e së dielës në përkujtim të pagëzimit të Jezusit. Me ju ishin
motor Lindita Spaci, Nora Ukaj, Adelina Palushaj, motor Irenea Lekaj, ndërsa komentin e Ungjillit e dëgjuat nga motor Olga Dulaj. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqe dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.